Mos lejo që e kaluara të dëmtoj të ardhmen tënde. Me trajnimin kujdesu për veten dhe me protokollin që kemi krijuar për të ndihmuar një njeri të shpëtojë nga një varësi, si për shembull ajo e të bardhës. E kemi ndarë në 3 faktorë që ndikojnë më shumë në një varësi, janë substanca, ambienti dhe gjendja shpirtërore. Me trajnimin kujdesu për veten, shkojmë punojmë të 3 këta faktorë dhe i dedikojmë 20% kohës tonë substancës, si në rastin e të bardhës për shembull. 30% kohës i dedikojmë ambientit ku jeton, familja, shoqëria, pra cilat janë rrethanat nga jashtë që ndikojnë më shumë. Dhe pjesën më të madhe të trajnimit e dedikojmë gjendjes shpirtërore. Gradualisht shkojmë punojmë gjithmonë dhe më shumë në gjendjen shpirtërore, mendore dhe fizike se si ndihet një njeri dhe cilat janë gjërat që ndikojnë më shumë në këtë ndjesi. Më mbas shkojmë punojmë te cilat janë përgjegjësitë për të përmirësuar jetën tonë dhe për të përmirësuar të ardhmen tonë. Pra mos lejojmë që e kaluara të dëmtojë të ardhmen tonë. Më mbas atë kohë që flisim në fillim për substancën ose për ambientin, më mbas e dedikojmë për të ardhmen, për të krijuar të ardhmen dhe shkojmë punojmë më shumë në një program si fillim për të përmirësuar javën e ardhshme apo muajin e ardhshëm dhe derisa në fund të trajnimit të shkojmë të përmirësojmë të paktën vitin e ardhshëm. Bëjmë një program për një vit, bëjmë një program që të rrim sa më të pastër dhe t'i dedikohemi më shumë gjërave më të rëndësishme.